dhe mirë se keni ardhur. Do jem sot në prezantim me Rejanën dhe është hera e parë në fakt që unë prezantoj një program për fëmijë dhe hera e parë që them mirë dita se gjithmonë them mirë mbrëmë. Ju dëshirojmë fillimisht mirëseardhje dhe një falënderim për Qendrën për Kulturë që ka vënë një bashkëpunim me shkollat në përgjithësi që ju të ndiqni këtë program sot. Do kemi shumë shkolla, do kemi shumë pika muzikore, interpretime në instrumente, po ashtu do kemi dhe recitale. Kjo fal stafit të palodhur të Qendrës për Kulturë me nkrye Njomza Imeri Ismailin dhe stafin e mrekullueshëm që rinë në Prapasken dhe që sjellin këtë program të bukur për ju sot. Rejana, ke emocione ti sot që të prezantosh apo jo? Duhet të sqarojmë një diçka që në moment fundit Rejanën e kemi vënë moderatore, kështu që për çdo lëshim të vogël ju do duar trokisni. Edhe për mua, sepse kam shumë emocione. Është me rëndësi të përmendim që dy pikat që ju i ndoqët në fillim janë të korit të qytetit të Tetovës, që funksionon tashmë në kuadër të Pallatit të Kulturës, Qendrës për Kulturë, i udhëhequr nga Anita Ali dhe në përcjellje nga Enisa Dauti. Unë do të aftoj tani Anitën. Do të aftoj Anitën të japim një duar trokitje për punën që kanë nisur së bashku me Qendrën për Kulturë dhe urojmë që ky kor të ketë jetë gjatësi edhe të plake në këtë kor bashkë, apo jo? Anita nuk po e gjejmë askund, po Okej, derisa del Anita, ne mund të prezantojmë, pikat. Okej, Anita? Kjo është Anita. E keni parë nga mbrapa, tani e shihni në sigurt. Faleminderit. Dy pikat të cilat i ndoqët e dini tashmë është e himni dhe këngën e Mëmëdheut. Tani Rejana do t'i prezantojmë çfarë do ndjekim në vim. Tash do të ndjekim nxënësit e shkollës fillore komunale Azdreni, fshati Preshevc. Në udhëheqjen e Nehat Jonuzit do të interpretojnë kolazh këngësh me qifteli. Dhe më pas do shkojmë te një shkollë tjetër, te shkolla Liria Tetov, që një mësuese e tyre, Xhemazia Nezira, gjithnjë punon shumë me nxënësit e saj dhe do sjell një program të pasur sot për ju këtu. Çka do ndjekim pastaj Rejana, cilat pika? Zëri jon interpreton Zara Neziri, nxënëse e shkollës fillore komunale Migjeni. Fjalët e Qiririt interpretojnë Nara dhe Aren Matrançi. Në fakt i mire pas ke mbajtur mend, atëherë unë një lapsus, kënga më Shqipëri tani e ka radhën apo jo? Treshi. Mbas dyshit me qifteli ju do ndiqni këngën më Shqipëri Ylli i Liris, interpretuar nga nxënësi Ajan Hasani, shkolla fillore komunale Përparimi. Zëri jon interpreton Zara Neziri, nxënëse e shkollës Goce Delçe, dhe fjalët e Qiririt interpretojnë Nara dhe Aren Matrançi. Ti ndjekim.
Shqipri liris, nana jon t'jepi trimnis, varit hujve vatra jon, ty të baqim për gjithmon. Varit hujve vatra jon, ty të baqim për gjithmon. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipri, pa Shqipri Kosovë nuk ka, bashk të dyja bëjmë gala. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipri, pa Shqipri Kosovë nuk ka, bashk të dyja bëjmë gala. Shqiponjanan, Kosova jotë është Dagosran, qaje qëllin flake gjam, fluturo qo jetë në kam. Qaje qëllin flake gjam, fluturo qo jetë në kam. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipri, pa Shqipri Kosovë nuk ka, bashk të dyja bëjmë gala. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipri, pa Shqipri Kosovë nuk ka, bashk të dyja bëjmë gala. You
Unë pyes që përmet në botën tonë, se ca fëmijë leri nuk e shijojnë, nuk e shijojnë. Besoj se po kënaqeni shumë dhe definitivisht ky është 28 nëntori më i bukur në cilin unë kam qenë tërë këto vite. Apo jo? A është edhe i juaj? Ne do vazhdojmë me programin. Në vazhdim do keni mundësi të ndiqni vjersha, të cilët i kam përgatitur nxënësit e shkollave me profesorët e tyre, por do t'i prezantoj Rejani pikat, apo jo? Do të ndjekim recitalet nga Valsa Luma, poezia Korça nga Naim Frashëri. Eliza Shabani, poezia Një kom, një flamur. Vlera Imeri, poezia Alfabeti i gjuhës Shqipe. Fiona dhe Flori Beqiri, poezia Të duam Shqipëri. Rejana Imeri, Lora Ramadani, Berina Sinani dhe Amina Zeqiri me vjershën 28 nëntori.
Dhe më pas, do kemi balet. Baleti Tutu, balerinat paraqiten me këngën Fix You dhe i ka ushtruar profesoresha e tyre, Bora Kazimi. Dhe më pas, në piano interpreton Debora Begjeti me veprën Valz. Në violin interpreton Maltina Ahmeti Millionaires How Down. me kaqe, pastaj do vim sërish. Kemi pika tjera për frezantu apo jo? Jo, kthehemi sërish pas pak, edhe një herë do na shihni dhe pastaj do ndahemi, ja? O vëllezër shqiptar, gëzohuni qerth kjo ditë, ka që mirë e ka që mbarë, që sjell gjithë mirësit. Kjo është një ditë e resë, që bie vllazërin, e të bon jetën e zezë, vendarjen e marrëzin. Ta lusim këtë ditë, që bekoj Zoti vërtet, dhe e dërgoj me shumë dritë, ti mbes emri për jetë. Sot e vumë gure parë, sa është të bekuar kjo ditë. Zoti madh të pruft mbarë, e na dhënd urtësin. Hapu e rësirë, pa ja këtë hua dritë. Se arriti kohë e mirë, u gdhi nata, u bë ditë. Sot niset një teatër jetë, të remen në poshtë e shtije, mbretëron fjale vërtet dhe të mirat gjithë i bie. Zoti madh qofti lëvduar, që nxjerr në shesh të vërtetën, se ajo si ka buruar, pa e ndritur jetën. Lumja ti, moj korqo lule, qile pas shoqet e tua, dhe si trimi në balë usule, ta paqim për jetë hua. Kushdo që është sot burë dhe shqiptari vërtet, emri si shuhet kur venderi i ronë për jetë. Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Kjo është mëmë e mirësisë, që bie qytetarin, gastin e vllazëris, njerëzin e miqësin. Si jemi grekën, as bulgar, as gjë tjetër nuk jemi vetëm shqiptar, ne këtë emër ndere kemi. Ky emër është shumë i mirë, se mos jemi të gënyer, nuk jemi më nërsir, e njohëm gjën e vyer. Perëndia na e lënd, për jetë ta trashëgojmë, edhe kur mos e dhënd, ta humbim, a ta harrojmë, të lëm momën tonë e të marim një shtrik. Zoti mos e pas të thënë, punë e keqe kjo, shumë me ligë. Oh, sa qenë të gënyer, ata që vuan për botë, turp të madh kanë rrëfyer, punuan fare kot. Nga gjithë që kemi kënduar për të njohur vetën, kaq gjë kemi mësuar, të nderojmë më dhenë, se njerëz gjithë vdesin, por jeta s'mbetet e shkret, gjuha më dhe besin të patundur për jetë. Me zemër të gëzuar dhe me gjithë shpirt ju uroni, zotrin të zotruar, gjithë për një herë është thoni. Roft e qoftë Shqipëria e kombi e gjuha jon, lulezoft dituria edhe ndihmës, paqim zonë. Një komp, një flamur. Sot flamuri ngrihet lart në qiell, si zë i lasht që kur zvdes,
Shqiponja di krenashe hap krahët dhe të ret, qëndroni bashk, pa frik me nder. Na ndau stuhia, na largoj dhe deti, por zemra shqiptare nuk njeh largësi. Në çdo vend ku na çoj fati, rrjedh gjakuin me të njëjtën krenari. Unë jam e vogël, por shpirti im mal, ban histori dhe lot gëzimi. Në 28 nëntorin, zemra më bëhet zjarr, ku shoh flamurin në çdo cep e mal. Roft gjua jon që s'harrohet kur, roft kombyn i fort i vërtet. Di krenat e Shqiponjës na mbajnë për mbi mur, bashk përjetësisht në dritë e në jetë. Alfabeti që është Shqipe. Manastir, o qyteti alfabetit, shkronja të bukra na ke dhuruar, shkronja të bukra, shkronja Shqipe, alfabetin ton na e ke zbukuruar. U hap drita e kongresit me urtësi, nga shoqëria, në Ilirit, nëntor, muaj festave kombëtare, çdo fëmijë e pajisje me abetare. Mitat frashri e Gjergj Fishta, më 22 nëntor agoi dita. Luiq Grakuqi e Ndre Mjeda, në kongres ju shkëlqeu pena. Alfabeti sot lexohet e shkruhet, me shumë dinjitet ai ruhet. Me këtë alfabet shkruan Presheva, shkruan e lexon Malsia e Preveza. Alfabeti shqip në zemrat tona, në institutet e në përshkollat. Në institutet e në përshkollat, Margaritarët në Gjerdan Radhite, lullëzojnë shkronja, lullëzojnë gjua Shqipe. Ta duam Shqipëri, vëlla, flamuri sot po ndrit, si diell i madh mbi çdo shtëpi. Na thret but por plot me hieshi, t'jemi bashk për Shqipëri. Motër, zemra mresa e rishon, Shqiponjën tonë me diklero, na kujton trima që janë bërë ero, që ran për këtë tokë me nder. Vëlla, dëgjon si flet kjo ditë, jini të fort, jini të mirë, na mëson të duam vendin me dritë, me zemër të pastër si pranver. Motër, sot bashkë në këtë flamur, bëjmë një premtim me Zot të qetë. Ta duam Shqipërinë, për ditë e më shumë, ta ruajmë fort për jetë e mortë. Në Vlorë flamuri me ndir, Shqiponja dy krenare ndritin e erë, në zemër gëzim, në sy shkëlqim, lindi liria për kombin tim.
Ismail Qemali, buri vërtet, e ngriti flamurin me dorë të shenjtë. Populli thiri, rof Shqipëria, u mbusht me dritë gjitha dheu e shtëpia. Nga mali në mal, u dëgjua Jehon, kemi liri, kemi një zonë. Në çdo shtëpi, në çdo fshat, u ndel shpresa, u dogj gjak I thatë. Valon flamuri, kuqezi, simboli gjakut dhe dashuri. Dy krah shqipon, forcë e vërtet, na bashkojnë tokën e shenjtë. Në çdo qytet buçon kënga, me qifteli me zë të zjarrt, rofta dhe ujin I lirë, thon fëmijë e pleqt me shpirt të qartë. Në çdo shkollë, në çdo klasë, fëmijët mësojnë me plot pasion, se kjo ditë s'është veç festë, por kujtim e krenari, kombëtare në shpërthim. 28 nëntori, ditë me lavdi, e mbushur plot me histori. Një flamur valon, një zemë re, për Shqipërinë që kur zbije më. Dhe çdo vit kur dita vjen, e presim me mall e me gëzim. Të bashkuar me shpirt plot zjarr, rof Shqipëria vendi ynë I parë. But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired that you can't sleep. Stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too loved to let it go. But if you never try, you'll never know just what you love. Lights will guide you home and ignite your bones,
Nxënësit e shkollës fillore komunale Liria, Tetov, nën mentorimin e Xhemazie Nezire, du të paraqiten me kënga Këngë e kam Kosovën, Eda Neziraj, Vallja e Pavarësisë. Ndërsa pika e fundit do të jetë e nxënësve të shkollës Istiqbal në mentorimin e profesoreshës Elita Ziberi dhe do të paraqiten me 3 këngë, po 2 do ua tregojmë tani dhe 1 do e prezantojmë edhe një herë, është Vallja Malsoria dhe Vallja e Pavarësisë. Dhe të fundit do e këndojmë gjithë bashkë. Do kthehemi sërish. Jemi rënjes
Ayan Asani. Zara Naziri. Nara Matranci dhe Aren Matranci. Definitivisht kjo skenë nuk do të shkëlqente pak këta fëmijë. Valza Luma. Lera Imeri. Fiona dhe Flori Beqiri. Vazhdojmë, Rejana Imeri, Lora Ramadani, Berna Sinani dhe Amina Zeqiri. Eliza Shabani. Bora Kazimi. Debora Begeti. Maltina Ahmeti. Kemi Maltinën këtu? Nehat Jonuzi. Edhe zonjën Elita Ziberi.